Mirëmëngjes, jemi përsëri së bashku në emisionin ton Koha për të zgjuar. Si gjithmonë në fillim ju njohim me titujt në faqet e para të disa prej gazetave të përditshme, të atyre që mbrin në studion ton çdo mëngjes. Gazeta shqiptare çelet me titullin Matteo Mandala, prifti i Dhermiut, grek renegat, shfrim sharje ignorantësh, përpjekje për t'i ndryrë ortodoksët, studiusi arbëresh, Nil Catalano u varos në Shanthanas, debatet për kishën, Ministria Jashtme e Greqisë, merrni masa, mbroni pakicat, zëdhënësi i kishës, vetëm në Siri shemben objekte kulti. Pensioni parakoshëm tek ushtarakët, jas si ta llogarisni, formula dhe shembujt konkret. Masa minimale është vendosur jo më pak se pensioni social. Eksperti Zef Preçi, fushat e qeverisë e panevojshme, nuk bëhet presion ndaj biznesit. Intervista, shteti duhet i mbështes bizneset. Nga Spartak Koka botohet opinioni ditës me titull Arrestojeni komisarin, mbrojeni policin. Në këtë artikull ndër të tjera thuhet, teoria Rotten Apple sugjeron se një polici keq shkatron tërë departamentin. Ne në vendin tonë nuk kemi nevojë për një figurë të tillë policore, po për shembuj që motivojnë dhe rrisin besimin ndaj policisë, për drejtues të rinj, të përgatitur mirë profesionalisht dhe me integritetin e dur për të përballur me krimin. Brenda policisë shqiptare ka shumë të tillë. Jepuni mundësinë të shërbejnë vendit, shkruan Spartak Koka në faqet e gazetës shqiptare. Si një opinion i ditës nga Shaban Murati vjen artikulli Shfaqja revolucionare greke mori fund. Në këtë artikull ndër të tjerë nënvizohet. Me dorëheqjen e tij, Tsipras tregoi se rrugët e reja revolucionare janë misioni pamundur për Greqinë, dhe ai po detyrohet të kthehet në rrugët e arsyes dhe të realizmit, ku ecin të gjithë partitë politike të majta dhe të djathta në shtetet më të përparuara të Europës. Dhe më poshtë, më kryesore në dështimin e revolucionit të Aleksit Tsiprasit është kthesja e tij e madhe politike dhe ideologjike muajin e fundit, ku ai hodhi poshtë gjithë platformën ideologjike dhe politike ultramajtiste dhe frazeologjin revolucionare, mbi të cilën ndërtoi fushatën elektorale dhe fitoi zgjedhjet e janarit 2015. Shkruan Shaban Murati në faqet e gazetës shqiptare. Mëtej në faqen e parë të kësaj gazete vijojnë titujt e tjerë. Ambasadori austriak, samiti i Vjenës, presim rezultate, mesazhi politik u dha në Berlin. Refuzimi, gjykata e lartë lë në burg të përjetshëm Aldo Baren. Deputeti i Partisë Demokratike Papa, analiza e humbjes për të fituar zgjedhjet në vitin 2017. Regjistri, Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave, statusi i pronave në Korçë, dosjet që nga 1993. Një dosje, pjesa e dytë, sjell titullin Në Lezhë Tropoj po përgatitet terror. Zëvendës ministri Recep Kolli byros, elementi armik u riaktivizua. Materiali sekret për Hysni Kapon, kemi arrestuar disa persona. Ana Pavlova lexohet kudo. Në brëndësitë e gazetës shqiptare, si gjithmonë në këtë stin, është suplementi Summer Pages, faqet e verës, Dorina Gegic, unë shqiptarja që josha Dolce Gabanën, është titulli që vjen në faqen e parë të gazetës shqiptare. Gazeta Panorama flet kreu i Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet. Presioni i Idrizit, duhen ndryshime në qeveri. Shpëtim Idrizi flet për zgjedhje të reja. Kur ka ndarje parimore, ballafaqim me popullin. Në qeveri duhen fytyra të reja. Ligji i ri, burg vetëm natën për ata që dënohen nën 5 vjet, të dënuarit që përfitojnë nga burgu me regjim të hapur. Të pastrehet, kriteret e reja për të marrë kredi të butë, si do privatizohen banesat e zëna pas 91-shit, formula e shitjes së objekteve të zëna për banim, flet drejtoresha e strehimit, programi i ri për kredit. Reagimi, akuzat e Lelit, Gjika, nuk merrem me të paaft. Nga Grida Duma botohet opinioni me titull Dy Shqipërit. Nga Fabian Zhilla, lazaratizimi i Shqipërisë. Proces verbali, përplasjet në Këshillin e Lartë të Drejtësisë, debati për kontrollin e gjykatave dhe reformën. Vizita në Kukës, azili, Basha, përgjigje kombëtare shkaktarëve. Projekti i ri në televizionin shqiptar, Gjergj Leka, si këndonim këngë angleze në bodrumet e Tiranës, janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama. Gazeta Shekulli çelet me titullin Si të gjeni punë në Gjermani dhe jo azil. Intervista. Flet profesor Herbert Brucker, ekspert në Institutin për Tregun e Punës dhe Studimin. Flet mbi mundësinë e qytetarëve nga Shqipëria për të gjetur një punë në Gjermani.
Ai këshillon emigrantët të mos kërkojnë azil, por të shohin shanset për të punësuar. Tregu gjerman i punës në 5 vitet e fundit ka krijuar rreth 1 milion vende të reja për të huajt, në degë si gastronomia, hoteleria, bujqësia, shëndetësia apo shërbime të tjera. Gjirokastër përdhunohet në shtëpi 19 vjeçare sapo kthyer nga Greqia. Rrëmbimi, gjobvënia, 400.000 euro, pendohet vajza e biznesmenit. Një opinion nga Hashim Thaçi mban titullin Krenar për suksesin e Kosovës. Tiranë, Bashkia liron trotuarët, nuk fal as ambasadën. Artan Shkreli, Shën Thonasi, plan për ta kthyer zonën në identitet. Këshilltari i kryeministrit për kulturën Artan Shkreli dënon ndërhyrjet e shtetit grek në punët e brendshme, ndërsa tregon dhe historikun e kishës dhe planin e pushtetit vendor për ta bërë më të vizitueshme. Intervista Sazani, ishulli ku Enveri nuk shkeli kurrë. Ish komandant Naim Muhaj rrëfen ishullin e 2 të Sazanit, atë të labirintheve të nën tokës, si u ndërtuan tunelet dhe si e gjeti Enver Hoxha ishullin pa udhëtuar asnjëherë atje, çfarë u tha në telefonatën e vitit 1977. Dokumenti Shtetet Bashkuara të Amerikës, zgjedhjet e 1996-s, Berisha do të shfrytëzojë Kosovën, janë titujt e faqes së parë të gazetës Shekulli. Gazeta Mapo në faqen e parë titujt përplasja për kishën. Greqia na kujton integrimin. Këshilltari i Ramës duan të na fshin historinë. Reagimi i dytë i Ministrisë së Jashtme greke për çështjen e kishës së Shën Thanasit në Dërmi, ku i kujton Shqipërisë Bashkimin Evropian dhe kushtet. Kisha në komunikim quhet objekt kulti i minoritetit. Artan Shkreli është ndërhyrje arrogante e Athinës zyrtare në punët e brendshme. I jap se i djeg Greqisë, apo rikthen kisha në himar marrëdhëniet e tendosura Greqi-Shqipëri. Eksperti gjerman për azil kërkuesit, mos kërkoni azil, shikoni shanset për punë. Ka nevojë për punë. Intervistë me ekspertin e Institutit Gjerman për tregun e punës dhe studimin, profesor Herbert Brücker, i cili shprehet se shanset e qytetarëve nga Shqipëria dhe Kosova për të gjetur një punë në Gjermani janë më të larta se sa mundësitë e tyre për të fituar azil. Eksperti tregut të punës shpjegon se hapësira punësimi ka në restorante, bujqësi dhe hoteleri, por njerëzit që shkojnë si azilant e humbin këtë mundësi. Rama, luftimi i informalitetit do të sjellë paga më të larta dhe taksa më të ulta. Kreu i qeverisë shpreh dje se suksesi i operacionit kundër informalitetit në ekonomi do sjellë rritje të ardhurave në buxhet, çka do mundsoj paga më të larta, por dhe ulje të taksave. Ngërsh është cikli i karikaturave nga Bujar Kapexhiu, porosi presidenciale, ndryshimet e kushtetutës vetëm me referendum. Raporti i prokurorisë, urat e krimit, si funksionojnë lidhjet mes grupeve shqiptaro-italiane. Në 6 muajt e parë të këtij viti, Prokuroria Shqiptare kërkon nga autoritetet italiane informacion për 12 grupe kriminale dhe individ të përfshirë në trafikun e drogës dhe femrave që shfrytëzohen si prostituta. Mes personave që kërkohet informacion është edhe Vladimir Gjuta, i dyshuar për vendosjen e tritolit në farmacinë e babait të ministrit të brendshëm. Drama e refugjatëve në Maqedoni. Mijëra refugjat deportohen në stacionet e trenit të Gjevgjelis në Maqedoni. Marrëveshja e heshtur me autoritetet e atjeshme sa më shpejt drejt Serbisë. Nga Edison Ypi bëtohet artikulli Leku. Nga Patrice Higonet, kriza e emigrantëve në Calais. Nga Fjolla Spanca, hijet e gjuhës dhe shpërdorimi i fjalës. Kulturë, letërsia moderne shqiptare në diasporë. Suplementi Mapo Studenti sjell titujt Pasioni apo punësimi, si ta zgjidhësh dileman për degën e studimit, cilat janë programet e studimit që të garantojnë të ardhurat të larta në tregun e punës, flasin studentët. Lista 20 universitetet ndërkombëtare më të mira në Europë, janë titujt e faqes së parë të gazetës Mapo. Gazeta Telegraf. Shqiptarët kërkojnë azil, mjekët pushtojnë plazhet e botës. Doktor, shefa shërbimesh, kirurg dhe pedagog nga Tirana, Durrësi, Elbasani, Shkodra, Korça, Vlora e tjerë bëjnë pushime shejkësh në vende europiane, ndërkohë që shqiptarët marrin arratin për bukën e gojës. Show i bashkisë, pamje të mërshme rrugicave në Tiranë, puseta pak a pak, kanale të hapura dhe trotuar të bllokuar. Samiti i Vienës, zbardhen të gjitha detajet e samitit 2 ditor në Austri për ringritjen e Ballkanit.
Tirana, metropoli i zhurmës, mbi 350 diskoteka, lokale dhe klube nate bombardojnë kryeqytetin nga të 4 anët. Amaneti Reshit Çollakut për varimin e Rizat Serovës, flet vllai i herojt, ju tregoj ditën e vrasjes së Rizat Serovës, përdosjen nga xhandarët e Zogut dhe ceremonia intelektualve pogredecar. Aratisja e Reshitit pas pushtimit italian, betejë e Pojskës dhe rënja e komandantit. Një opinion nga profesor Agron Fico mban titullin Mirënjohje për studiusit gjerman. Nga Ergy Salushi, çmimet e çmendura të Bregdetit në jug. Drejtësia shqiptare, noteri që më vodhi pronën me dokumente falso, kushtet e Komisionit Evropian për qeverin, reforma në drejtësi dhe testi antidrog për deputetët dhe politikanët. Mashtrimi me taksat, gjysma e bizneseve në Elbasan nuk paguajnë detyrimet ndaj shtetit, i cili mbyll syt dhe bëhet palë me antiligjin, ja si grabiten financat e shqiptarve. Aktualitet, profesore Shref Ymeri, boton shkrimin perla artistike e letrave shqipe. Arqile Veshi, shkatrimi i varrezave të dëshmorëve. Neki Haskoçela, çamëria, një plag që kullon. Mozaik dhe aktualitet, veçan titujt Jorida Tabaku, informalitetin dëshkon biznesin dhe favorizon ortakët e rilindjes. Paralemrojnë ndryshime për siguracionet, ja sa do paguajnë ata që bëjnë aksidente. Ja 13 ushqimet e përditshme që përmirësojnë jetën seksuale dhe zëvendësojnë Viagrën, janë titujt e faqes së parë të gazetës Telegraf. Gazeta Dita në faqen e parë sjell titujt Po, bëjeni president. Pas karshellëku të hapur të antarit të shumë përfolur të Këshillit të Lartë të Drejtësisë Gjingjoni ndaj Kuvendit. Sulmi i fundit i shumicës stoike në Këshillin e Lartë të Drejtësisë ndaj qeverisë dhe legjislativit. Pse Gjingjoni merr skeptrin e përfaqësuesit të gjithë trupës gjyqësore? Si e kërcënoi ai ministrin e Drejtësisë? Dhe një analizë, a është ky trimërim shenjë paprekshmërie apo fillimi i fundit të këtij sistemi? Policia e shtetit kontribut një klipi që himnizon drogën dhe vrasjen e policëve, Cilieta dhe Noizi, fabula banditeske, një video e të asistuar nga policia, presidenti Zajmina me ministrin Imami dhe mesazhi që merr shoqëria. Ekonomi, bizneset e mëdha të mbytura në borxhe, 200 bizneset VIP, të dhënat për detyrimet dhe kapitalin, sa të vërteta janë raportimet, ç'ndodh me bankat. Nga Rozafa Zmijani botohet artikulli Pse Partia Socialiste rehabilitoi mitingashët e Partisë Demokratike. Incidenti, kisha e Dërmiut, ping-pong me Athinën. Nga Mejkom Zeqo, aftësia shtetformuese nga Ilirët deri sot. Arben Duka, vargje për valën e largimeve dhe disa tabor që jetojnë në luks. Dhe për kohë që po bën gjithnjë më të rënda, se atje ku vën nuk i pret njeri. Janë titujt e Gazeta Shqip në faqen e parë sjell titujt Qeveria u merr taksat bashkive. Të ardhurat e pushtetit lokal pritet kontrollohen nga tatimet. Drafti i posaçëm hyn në fuqi pas shkrirjes së policisë bashkiake. Dokumenti strategjik. Vendorët nuk kanë aftësi t'i mbledhin. Nga Klodian Muço botohet artikulli Ekonomia informale dhe zhvillimi ekonomik. Operatori i shpërndarjes energjisë elektrike mbledh 13 miliard lekë më shumë se vjet. Arkëtimet u rritën me 40%. Azilantët, Basha, duhet të tregojmë vendin shkaktarve, për cilët 23 vjeçarja në Kukës. Refugjatët nga Greqia, Shqipëria blindon kufirin, Maqedonia i drejton për në Serbi. Pushohen hetimet për 4 milion euro të Komisioni Qendror të Zgjedhjeve. Hetimet për eksperimentin e dështuar të numërimit elektronik të votave nuk nxjerrin asnjë autor. Rekomandimet Euralius, prokuroria t'i aprova në Këshillin e Lartë të Drejtësisë për arrestimin e gjyqtarëve. Ryshfeti prangos prokuroren për krimet e rënda. Kosovë, ju gjetën 5.000 euro. Nga Ilir Zeiri botohet artikulli Motrat Kajtazi dhe femrat shqiptare. Gjirokastër, përdhunoi minoritare në pranga 48 vjeçarit. I dyshuari rrëfe në polici se ka lidhje me 19 vjeçaren prej disa vitesh. Rindërtimi qerdheve, Velia i fton prindrit për kontribut. Deri në fund të muajit, 31 objekte do t'jenë gati. Superiorja, Tirana dhe Kuksi e nisin me fitore e kampionatin. Në brëndësit e Gazetës Shqip, si gjithmonë është suplementi ndryshe, studimi, palestra nuk e ul peshën pa kufizim ushqimi. Psikologji, disa arsye të keqkuptimeve mes njerëzve. Debat, nga Bledar Kurti vjen artikulli Veprat, i shkroi vërtet Shakespeare-i, këto janë titujt e faqes së parë të Gazetës Shqip.
Gazeta Tema çelet me titullin Propozimet e Euralius. Ja kur mund të arrestohet një gjyqtar. Bizneset shqiptare të mbytura në borxhe. Ja raporti për 200 VIP-at. Kur Gencëruli raportonte abuzimet e udhëheqjes komuniste, sa mish, vaj, gjalp, kafe, bira konsumohen në blok. 4 milion euro të shkuara dëm për një eksperiment të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Shejkët fusin në sherr Bujar Nishanin me Henri Qilin. Kishe e Dërmiut, Athina i përgjigjet deklaratës së Tiranës. Editoriali sotëm është shkruar nga Merobaze, mban titullin Aksidenti në Gjermani dhe aksidenti në opozit. Nga Skënder Mingjozi vjen artikulli Nostalgjia në video, Shqipëria që sheh veten në celuloid. Ilir Levonja, Heroint. Antena brenda familjes sjell artikullin Gjinxhoni futet në listën e të dyshuarve të Jarit. Këto janë titujt e faqes së parë të gazetës Tema. Gazeta 55, Rama i jep urdhër Ahmetajt, glabëroje Canin. Kriza financiare po regjistron kurbanin e parë të rëndësishëm. Polemikat për taksat e reja dhe aksionin e gjobitjes që nis në muajin shtator kanë sjellë nevojën për të punuar me njerëz të besueshëm. Fakti, Ahmetaj se i men me leverdi i familjes Rama. Kreu i opozitës viziton familjen Haziraj, vajza e së cilës u shtyp nga treni, pasi ajo kishte mbritur në Gjermani për të kërkuar azil. Basha, eksodi, tragjedi kombëtare. Fajtorët që heshtin do të marrin një përgjigje kombëtare. Kronika e vilajetit, 2 lejfenët Bojaxhin, njëri në kryeministri, tjetri në bashki. Ish kryeministri Berisha, tatimi jashtëzakonshëm do të jetë sa 10 fishi i tatim fitimit që paguajnë bizneset. Praktik staliniste 45 vjeçare e përdorur nga etri shpirtëror të Edvinit dhe tani nga vetë Edvini. Flet Nikolin Jaka, kryetari i Dhomës së Tregtisë Tiranë, taksa të ulta dhe amnisti fiskale për formalizimin e ekonomisë së vendit. Për gënjeshtrimin e zyrës së shtypit, presidenti nuk ka qenë në jug me jahtë luksoz. Lajmi një spekullim në shërbim të qeverisë. Në rubrikën Forum nga Beqir Sina vjen artikulli pas 25 vitesh në kampin e Savrës, hija e rrezikut shihet ende. Një analizë nga Ylliet Rexhepi, të rinjtë e ushqyer nga korrupsioni politikës dhe kuksiania e landa azilante. Nga Sedi Peka, Muharrem Bajraktari, njeriu që mbeti legjend në luftë kundër fashizmit dhe komunizmit. Nga Mehmet Elezi, në rubrikën e tij Në gjuhën tonë të bukur shqip, vjen artikulli për 2 javë të gjithë të çmendur. Dosje 1971, kujtimet e Dushan Mugoshës për vitet që kaloi në Shqipëri. Mugosha, si e krijova sektorin terrorist në parti, janë titujt e faqes së parë të gazetës 55. Gazeta Standard sjell titujt Krisje në koalicion, lufta në bazë mes Partisë Socialiste dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim, arsyet e ngërshit Rama Meta. Militantët e të 2 partive shfaqin pakënaqësitë në analizat e zhvilluara për zgjedhjet lokale. Sondazhi i Numbeo, kriminaliteti, Shqipëria nga vendi 4 në vitin 2012 e para në Ballkan në 2014-2015. Vdekja e 23 vjeçares, Basha në familjen Haziraj, eksodi jo vetëm drama juaj, por e gjithë kombit. Debatet ashpra në Këshillin e Lartë të Drejtësisë. Nacho, je i korruptuar. Gjoni, donit më fusni në burg, do bëhem president. Azil kërkuesit nga Ballkani, ekspertët gjerman, mos kërkoni azil, shfrytëzoni mundësitë për punë. Zbardhet dokumenti sekret, marrëveshja mes Titos dhe Enver Hoxhës për të bashkuar 2 ushtrit. Evazioni fiskal, zbulohet prapaskena e sukseseve të financave. Përplasja Shqipëri-Greqi, kisha në dërmi, shteti Helen bën presion me kushtet e Bashkimit Evropian. Kryeministri Rama, luftë informalitetit, do të rrisim rrogat dhe do të ulim taksat, ja mënyrat. Nik Xhelilaj në një film gjerman. Një opinion nga doktor Enver Bytyçi mban titullin Në Ballkan po fryn erat e ndryshimeve politike. Në brendësi të gazetës Standard sot është suplementi Mistere, misionet hapësinore, më të dështuarat dhe më të suksesshmet. Miti, arti dhe shkenca janë titujt e faqes së parë të gazetës Standard. Gazeta Integrimi, mbyllet kampingu i të rinjve në Jalë. Mbrejm Llari, lëvizja rinore për integrim, familje madhe, solidariteti dhe energjisë pozitive. Kryetari i lëvizjes rinore për integrim në ceremoninë përmbyllëse të kampit në Jalë. Së bashku për sfidat që na presin në shërbim të rinisë.
para largimit të rinjt aksion për pastrimin e të gjithë Bregdetit të Jalës. Personalitetet e Lëvizjes Socialiste për Integrim përshëndesin iniciativën e të rinjve dhe vlerësojnë shkëmbimin e përvojave. Edmond Panariti, energjia dhe vizioni të rinjve të Lëvizjes Rinore për Integrim, garanci për rritjen e pandalshme të Lëvizjes Socialiste për Integrim. Nora Malaj, të rinj në Lëvizjen Socialiste për Integrim, rol të rëndësishëm në sfidat e mëdha që ka vendi. Vangel Tavo, Lëvizja Socialiste për Integrim beson të rinia sepse investon për të tashme dhe të ardhmen e vendit. Intervista flet kreu Inspektorati Shtetëror të Punës dhe Shërbimeve Shoqërore, Dritan Ylli, siguria në punë, kemi krijuar ura bashkëpunimi me biznesin. Nga Patrice Higonet botohet komenti përgjigje që kërkojnë çështjet e emigracionit. Nga Paul Krugman, roli i mendimit ekonomik në krizën financiare globale, janë titujt e faqes së parë të gazetës Integrimi. Gazeta Nacional në faqen e parë veçon titujt. Teodor Laço ju tregoi kritikat partijake në lidhje dhe reagimet e Ballancës, Koreshit dhe Kadares. Proza e Laços në hullinë e letërsisë më të mirë shqiptare, shkruan Andon Andoni. Editorialisotën është nga Dr. Gjek Marina, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, protonizmi si vizion letrar. Nga Dr. Fatmir Terziu në Angli vjen artikulli Loja e mëkatit, një roman me stilin e James Joyce. Albert Veria, mua mund të më harosh, por personazhet e mi nuk mund t'i harosh dot. Gazeta Nacional boton intervistën e fundit me aktorin, bashkëbisedoi Enver Morina. Dashuria të preferuarës së Sultan Muratit, Melisës për Skënderbeun, aventurat dashurore të princit në romanet e huaja. Flet për Nacional këngëtarja e famshme Zamfina Ismaili. Zamfina Ismaili nuk jam e dashuruar as në lidhje. Nga Miguel Arlati vjen artikulli Stavileci, një profesor pragmatik dhe interkulturor. Jericho, qyteti më i vjetër në botë, 8000 vjet para Krishtit, përgatiti Flamur Buçpapaj. Dritarja që u hap në Perëndim, tregim satirik nga Aziz Nesin. Proz nga Gerard de Nerval, Sivia. Të arrish deri në Japoni, tregim nga Alice Munro. Shtëpia botuese nacional boton kujtime të trishta të poetit Avni Buçpapaj. Tregim nga Mjalla Qilleri për një copë det. Janë tituj në faqen e parë të gazetës Nacional. Gazeta Panorama Sport, Tirana i prish festën Pukës, Samba Kuksi. Bardheblut mundën tërbunin 2-1. Trajneri Muça pres një mbrojtës dhe një sulmues. Veriorët fitojnë 2-0 me Byllisin, gola brazilian dhe kryesim. Flamurtari blokon rrogat e lojtarve, rikthehet Nias Lena. Antonio Pashaj, akord me ekipin Vlonjat. Klubi Vlonjat vendos të mos I jap 5 pagat paradhënie pas paraqitjes së dobët në start. Sot pritet analizë hollësishme nga drejtuesit. Mesfushori bën prapaktheu pas bisedës me Idrizin. Skënderbeu, Josa, sulmojmë në Zagreb, me Salihin nuk rrezikoi. Mercato mbrin Olajnka, Korçarët marrin një brazilian. Me Mushaj 2 muaj jashtë hum kombëtaren. Mesfushori Kuqezi I pafat, pritet të operohet prej dëmtimit në kavilje. Të kuqt, Partizani tenton Zeqirin, pritet marrëveshja. Serie A, start shokues për Juven, Interin e nderon Jovetic. Itali, zhgënjen Milani, Galliani rikthen Mario Balotelin. Angli, Chelsea gjen fitoren e parë, City nuk fal. Spanjë, Barça merr hak me Bilbao, barazon Reali. Formula 1, dominon Hamilton, shpërthen Vettel. Janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama Sport. Rikthehemi sërish në faqen e parë të gazetës shqiptare ku veçojmë këto tituj. Mateo Mandala, prifti I dërmiut, grek renegat. Shfrim sharje ignorantësh, përpjekje për t'i ndryrë ortodoksët. Studius Jarberesh, Nil Catalano varos në Shën Thanas. Debatet për Kishën, Ministria e Jashtme e Greqisë, merrni masa, mbroni pakicat. Zëdhënësi I Kishës, vetëm në Siri shemben objekte kulti. Pensioni I parakoshëm tek ushtarakët, jasi ta llogarisni. Formula dhe shembujt konkret. Masa minimale është vendosur jo më pak se pensioni social. Eksperti Zef Preçi, fushata e qeverisë e panevojshme, nuk bëhet presion ndaj biznesit. Intervista, shteti duhet I mbështesë bizneset. Nga Spartak Koka botohet opinioni ditës, arrestojeni komisarin, mbrojeni policin. Nga Shaban Murati, shfaqja revolucionare greke mori fund. Ambasadori austriak, samiti I Vienës, presim rezultate. Mesazhi politik u dha në Berlin.
Refuzimi. Gjykata e lartë lë në burg të përjetshëm Aldo Baren. Deputeti i Partisë Demokratike, Papa, analiza e humbjes për të fituar zgjedhjet në vitin 2017. Regjistri, Agjencia Kthimi dhe Kompensimit të Pronave, statusi i pronave në Korçë, dosjet që nga 1993. Dosje pjesa e dytë. Në Lezhë dhe Tropoj po përgatitet terror. Materiali sekret për Hysni Kapon. Kemi arrestuar disa persona. Ana Pavlova lexohet kudo. Zëvendësministri Recep Kolli byros. Elementi armik u riaktivizua. Suplementi Summer Pages veçon titullin Dorina Gegici, unë shqiptarja që josha Dolce Gabanën. Këtë janë titujt e faqes së parë të gazetës shqiptare dhe kemi lezuar kështu të gjithë titujt e faqeve të para të gazetave që kanë mbritur në studion ton këtë mëngjes. Për sot ne kishim të planifikuar një intervistë me kryetarin e Bashkisë së Tiranës, zotin Erion Velia, i cili do të jepte përgjigje të gjitha shqetësimeve qytetare të ngritura gjatë javës që kaloi dhe ditë më parë. Për shkak të një angazhimi që i kishte në ditën e sotme në orën 8 në Tiranë, ne do ta zhvillojmë këtë bisedë nesër në emisionin ton Koha për të zgjuar. Sot telefoni në 0522 302 53 është sërish për zërin e qytetarëve për të sjellë këtu problematika dhe nga Tirana, që të cilat do të gjejmë përgjigje nesër në bisedën që do të kemi në studio me kryetarin e Bashkisë zotin Erion Velia.